ajo ikja masive që bo e ushtërisë, kemi met të ajo kënë situata ma e rona që unë e majnë men, Ramushit në mbrëmje, bo një rresht ushtartë, edhe tha, kush dënë me, unë e kom vendosë me vllazën të mitë, dhe me njerës të mitë me najtë këto, nuk e kom mendu se kam me ardhë në ditë që familjes teme kam ja lyp lejen ushtari serb, po unë të kom najtë edhe përpa u vendosë, përpa ditë që a bëhet me fatin e qytetarëve, nuk e lëshoj vendin. Kush nuk dënë me ardhë, është i lirë, kur kush nuk ojë detyruar më najtë me zërt. Atë na dikon ja 50 vetë duhet në parkon, na që jemi shku 48-50. Ne të para normal kemi bërë roje krejt, edhe Ramushi vetë ka rujt. Në një periudhë kur na kem pas nevojë për ushtar, muje Krasniqi ne ka qenë një numër prej Çabisit, i kem pas ushtar të mujës, ka najtë disa ditë në Jabllanicën Zhebele, edhe vllai mujë sokon, edhe sa din gjata dja me emna. Po alia, nuk kanë faj, përse më pa pas organizim atë mirë këshim në këto. Pritja Ramushit të konë madhështuar, Ramushi është i veçantë në këto, ne kem pas fat madhë se kem pas Ramushin. Ajo ikja masive që bo e ushtërisë, kemi met të ajo konë situata ma e rona që unë e majnë men. Tash që kjo ofanziva që është kriju, popullata është mbledh nisneq, atër gjatë natë që hap një koridor që kanë fillu në mënyrë masive ushtartë, me kalu përmi strelca dhe përmes bjeshve e kanë shu teritorin edhe vijat e frontit, armë të grumbullumeve që ndërzu në Isneq, dhe ne kemi met një grup i vogël që të lëvizje që i kemi bërë në pëzharë ati ishtë i Rëzneq, dhe i sa imi grumbullu në Berlic. Në ata e fundit, mas grumbullimit të armëve, mas dërzimit të armëve, ajo konë si proces, që ka vazhdu nuk u veç i ditë. Po aty kanë fillu, kërë bo grumbullimi njerëzve, i kja e ushtarve, ne emi met një grup maj vogël, edhe në një mbrëmje, bo aj rreshti Ramushit në mbrëmje, bo një rresht ushtartë, edhe tha, kush dënë me, unë e kom vendosë me vllazën të mitë, dhe me njerës të mitë me najtë këto, nuk e kom mendu se kam me ardhë në ditë që familjes teme kam ja lyp lejen ushtari serb, po unë të kom najtë edhe përpa u vendosë, përpa ditë që a bëhet me fatin e qytetarëve, nuk e lëshoj vendin, kush dënë marrë me mu, ne dojmë me vazhdu në një pjesë tjetër, edhe kush nuk dënë me ardhë, është i lirë, kur kush nuk ojë detyruar më najtë me zërt. Ka pas aty zona njerëz që kanë thonë se duhet me ditë pse po shka e ka bënë, duhet me ditë ku po shkojmë, duhet me ditë që si farlafësh që është edhe ti me i bo. Kemi vazhdu një numër ja shumë i madhë. Kemi vazhdu rrugën ashtë të natën deri në Zhebel, ka pas që të në fshatrave që e në konë, dhe Gjakovar, po jo numër i madhë. S'kesh fort, nuk munda me da numër, edhe se edhe konë nata, edhe në tash si formacion, që shemi konë, edhe nuk i kumë njovë dorë në zemër, se unë tash prej po voli prej pozitës teme ku jem konë, prej Rostovice. Atë na dikon ja 50 vetë duhet në parkon, na që jemi shku 48-50 jemi konë, po. Dikon 50 vetë, edhe kemi vazhdu shtratit Bistric, deri në Zhebel. Bile ka kemi kalu, po konë Sokol de Bruna, një burë vjetër, ka kemi kalu një farë pjesë që konë pak ma shumë me balë, i meti këpuca, aty edhe me dath. Sa të din shejë, po ashtu është dëshmor tash, e nëzorë këpucën e vetë, mi adhon vatskol,
po si vike se numër ky komën më të madh, edhe jemi shku në Zhebel. Natën e parë kemi bërë në Zhebel. Edhe tash vendi krejt ishte i djegun. As kishe ku me flajt, as kishe edhe shka me hongër, se është problem, se vendi djegun mo. Natën e parë kemi bërë në Zhebel, mësa ne jemi këthy në Jabllanicë. Ramushi ishi vendosën. Do me thonë, ajo vendosmëria ati as nuk fal ke fjallë tjera, se nuk ish ankesa atë. Ai plani i ti edhe u zbatu. U vendos në Jabllanicë, në pjesën të Brahimajt, edhe na fillum me ndërtu jetën atë. Do me thonë, ditë të para kemi bo pastrem të ambientet, mas pari kemi pastru tesha tona, kush që s'ke pas rroba tjera. Unë e ku marrë një farë, si farë sëngjeri që a i thuaj një farë shpuze, dikon e ku majtë me vete i copë. Kem flajtë ma stret me vete një 4-5 ditë vetë që ato. Veç e shtroj që sa me shtra shpinën ta dhe jemi mlu me një setër që e ku pasën. Do më dhe një 4 dita 5 një java kemi flajtë me qatë farë shpuze, qatë situatin kënë tonë. Në qatë grupë që jemi metë, ka pas të më shumë, këmë për cajlë me, kur Asim Hima, në kur një grupë i vajzave, grupë për i Gjakove, do me thonë për foli për që trungun që ngellem edhe bom këtë rrugtimin prej Bërdiqit në Jabllanicë. Atër janë bashkua ata pjesa e Dushkojës, Jabllanica, Mal Pipi, Mal Argushe, ka pas një ekip të ushtarve, edhe dita ditë se jemi shku t'ju sistemu. Ne të pora normal kemi bërë roje krejt, edhe Ramushi vetë ka rujt. Do me thonë, jemi kun qaq pak, sa dash me rujt vetë vetën, edhe tash nuk i mujt me kriju luks vetit dikush me flajt. Kemi rujt ka 6 orë. 6 orë ke pas një pozicion më najt, tjerë me flajt. O duk se sikur nuk ka, që shme thonë, të ardhme, në fillim. Si më ka foli tashmo këtë pjesën e dytë, të më thonë, mas ofanzivave të gushtit, po është interesant kjo thirrja njerëzve që është ndodhke dhe të bimi i ushtarve, se ishin me pa adresë. Edhe në moment kur kanë marrë vesh se na jemi në Jabllanicë, atër kanë fillu numri i ushtarve më ardhë, i ish ushtarve. Edhe ata që ishin jashtë, edhe ata që në kunë Shqipni, po edhe jashtë krejt, kanë fillu me u kthy, se në një moment kanë mendu se nuk ka mo UQK. Dhe kjo propaganda shpërndohet shpejt. Njerëz që jenë like, kanë shu vije në frontet, atër kanë fillu me arsitu vetë vetën të thonë se së me të kërkush. Nuk ka mo, komandant atiken. Nuk ki me komandajt, nuk ka kush me në udheq. Ka pas arsitime, s'kim pas armë të mira. Në kanë tradhtu, në kanë mashtru. Po, të njëjtën kohë ajo për politika që është para po ma heret në ofanzive në gushtit, se ushtria shqiptare nuk ka më konë më në teren, kur fillun ai mekanizmi OSB-s tjetë, veç filloj e mori mandatin, në zonën tonë, që nuk ishe vogël mo, se na veç u shpërndam, edhe u rrethëm si territar, atër në teren të flet me njerëzit që janë aty, kur e në ardhën taku me UQK-n, edhe në një periudhë kur na kem pas nevojë për ushtar, muje Krasniqi ne ka qunë një numër prej Qabiqit, i kem pas ushtar të mujë, s'ka najtë disa ditë në Jabllanicën, në Zhebele, edhe vllai mujë së kun, edhe sa din gjatë atje me emna. Po Alia, ideali bukur, ideal ka pas një push zezi, fluk të ekë në ideal serios shumë. E kom parasysh atë pamjet ati burri. Filloj jeta me filloj organizimi, fillum pozicionimet, fillun ardhjet prej Shqipnije, jo shumë det mas erdhë Toni, Mici,
u vranë, atë e nërë një blanicë ka najtë, mas atë në u vranë, atje është konë Gjavit Elshani, po fuli për atat të zonës Dravecit atje, që e nërë Skëndergashti, po Leopardi. Po Leopardi, edhe me ata, atë konë Skëndergashti, për kemë sylë kam do këtë. Vinoki është arë me ta, edhe ma gjosa, erdhen, do më thonë, që vishin prej Shqipnia, dhe ne qaj që vikin, ne nashtë i ke numrin, se na kishim telefon. Edhe kom folë me një prej shokëve të mitë, katunit tam, atërë se bashkë kemi njësë, e patëm njësë atë fillimin edhe aj shkoj jashtë edhe unë në muhabet, e thash dezertor, më tha, më si thuj më kur. Tha dhe djemve të Rëstovicë kur, dezertor, dhe djemve që jënë konë në luft, nuk duhet me ju thonë dezertor. Ramushim, tha. Tha se nuk kanë faj, përse më pa pas organizim atë mirë këshim në këto. Po organizimi u konë mi dopt edhe nuk kemi mujt me nalë djem nga të vetit. Edhe me pas gatë lufta edhe një vjetë asë një nuk ishtë najtë jashtë, krejt ishin këthuj. Pavarësisht të krejt zhvillimeve, se kjo vetë të thirë veni edhe, të një dhe ndërgjegja të thirë. Ose ti e ke pasi shok, e ke lonë shokin dhe vetë je dalë, ke fillu me përnu, po në një javë, po mas një javë, e zbjen mandë ku ke lonë shokun edhe, po për i tjera mushit të konë madhështuar, mushit është i veçanë, në këto, ne kem pas fatë madhë se kem pas Ramushin, se asë njerë nuk i ka shfaqë, se përfaqë ata pëse mle, pëse mike, pëse veç është ku të të arsjetu, të të dhonë kurajo, të të gjithë mundësin qësh me të gjithë një, mundësi ti më kone aktiv në një vand ku ty përshtatet ose të përgjigjet ma shumë. E jo kush ardhë, veç sa i ka dhonë, që me thoni ka dhonë zemër edhe një falenderem që shë ka dhe sa të panë njëjtën.